Valon. Je gati? Je gati, Valon? Gati jam. Ne mendoj që jam gati. Sot të eksplorojmë Prevallën. Bëj një reklam Kodra Freeriders. Djemë të Kodrës Dielli që janë. Nuk është kompani, është thjesht shoqate të rinjve për skiim. Si ndjesh, Vullnet? Pak ftoft, Valon, po do e përballoj. Emocione? Mbau se unë jam ka përdeje, por ram bën të dy pastaj. E marrim edhe operatorin poshtë. Tani do ta thrasim zotin e shtëpisë edhe gujdierin ton për sot, Egzon Behrami, po? Egzon Behrami. E të shkojmë ta thrasim Egzonin. Është momenti këtu. Qa pami këtu, qa panorame kjo Villa Luna, ha? Këtu e pasader. U Egzono! Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm si ne. Çka vone? Mirë se vjen në xhirimin ton për Prevallën. Sot siç e përmenda pak më herët që dje mi marr vesh, Egzoni është i zoti i shtëpisë tu dhe do na udhëheqi këtu në Prevallë për të na treguar se çfarë ka, kur vizitohet, si vizitohet Prevalla, për çfarë mund vizitohet e kështu me radhë. Besoj e gati po. Faleminderit shumë. Fillimisht faleminderit edhe njerë për juve që jeni këtu. Prevalla zakonisht prej shumë familjeve prej anën bonë Kosovës dhe jashtë saj vizitohet për arsye të ndryshme, tu fillu për arsye më të lehta që janë domethënë disa lloje problemeve kryesisht me frymëre që njerëzit kanë. Pra përshëndet. Përshëndet kryesisht, të fillu prej aty në deri ato më të rënda që janë, ndërsa ka edhe shumë familje tjera të cilat e shfrytëzojnë mundësinë për çef martë, për çef për shkak të fëmijëve të vet, të familjeve të veta me ndryshuar ambientin pak, me shiju një ajër pastër, edhe një ardh veçantë çfarë ka vetëm Prevalla. Egzon, më thuaj, sa vite e keni krijuar të biznes këtu në Prevallë? Këtu jemi prej vitit 2021, domethënë që funksionojmë. Pra 4 vite? Prej 4 viteve, domethënë tash i mbushim dhe të gjithë njerëzit tonë, 90% të tyre janë të kënaqur që na vinë këtu dhe ne bashkërisht me ta kalojmë shumë kohë të mirë. Vlen të përmendet që edhe ne jemi të kënaqur, ka qenë tepër ngrohtë. Faleminderit shumë. Madje në ca momente nxehtë ishte, tepër nxehtë, do ishte që të hapnim dritaret to. Shumë faleminderit, jemi munduar me po kushtet më të mira të mundshme, besoj që kjo ka më nash përblyer si aty në mysafirëve si neve dhe gjithë njëri pi kush vjen këtu është mirë me ndi veten si në shtëpi vet, kjo është qëllimi. Edhe Egzonin e bëm me mikrofon tani, kështu që mund të fillojmë. S'do të flasësh, e Vullnet? Do flasim, s'kemi ku të ikim. Mund dalim. Jemi në kuadër mu kja, edhe dëgjojmë mirë, besoj. Atë sa po dolëm nga vendi ku ishim akomoduar nga villa, Egzon më thuaj, për ku jemi nisur kështu? Po jemi nisur drejt pishave të zeza që quhet, është një pjesë shumë e veçantë të cilën e shfrytëzojnë njerëzit për shëndetin e tyre domethënë. Zakonisht mysafirët tonë kur vinë e shfrytëzojnë për kohën e mëngjesit, me qëllim që të fitojnë rruzat e kuqe të gjakut dhe shumë beneficione të tjera. Në mëngjes, sa në mëngjes? Mëngjes në ora... Se për dikë mund t'jetë tani Vullnet, e ke shumë mëngjes tani në ora 10? është mirë të zgjojmë në mëngjes zakonisht në ora maksimumi ora 6, me qëllim që të përfitojmë ato benefitet tamam. Pra, për të marrë benefitet do duhet sa më herët, ora 4:30, 4, 5, për të marrë atë jodin ndoshta të jodin në pishave dhe benefitet e tjera të tyre, po ndërsa për pjesën e pasdites i shfrytëzojmë kohën për pjesën të livadë atje. Njerëzit e shfrytëzojnë pasditë ndërsa para dite gjithherë shkojmë te pishat. Sa larg kemi nga këtu pishat? Cilët do i vizitojmë parët? Pishat apo pishat do të vizitojmë së pari, kemi vetëm 20 metra larg këtu. Pra shumë afër. Po janë shumë afër për këtë, do më pika më afërt të cilët mujna me shfrytëzu pishat jemi ne prej këto dhe mund të vazhdojmë tash bashkë që të shohim edhe bukuritë e tyre në
Si funksion? Ka ndosht mu thirrën në pishat e bardha, mos si ku ka të mira për shnet. Jo të zeza. Tash e ka bot bardh, në sot zeza quhen zakonisht. Kështu, si është funksionimi i pishave ose benefitet e pishave të zeza, që shpëtimi do t'i quajt bardha? A funksionon jodi edhe gjatë periudhës dimrit? Po gjithherë, domethënë, Apo ka një periudhë caktuar kur? natyra është pak më e theksuar në një periudhë caktuar, për shembull në muajin qershor, por natyra gjithmonë e kryen punën e vet dhe edhe tash kur ne po flasim, domethënë njerëzit mund të vinë të shfrytëzojnë benefitet e prevallës, e gjithashtu edhe të pishave për arsye se edhe ato tri rrymat e ajrit këtu që ngërthehen mes vete, ato nuk e ndalin punën e tyre dhe vazhdojnë që më na shërbyn neve. Tash në varet kur e dëshirojmë na ose kur e kem kohën e përshtatshme për me ardhmë shfrytëzu këto benefite. Dakor, zakonisht janë me sugjerimet mjekëve besoj apo jo? Po sigurisht ka edhe me sugjerimet mjekëve domethënë që vinë, po çka vlen mu përshtypje më shumti është se ne gjithmonë kërkojmë nga mysafirët tonë që t'i kemi analizat paraprake dhe analizat pas përfundimit të pushimit, gjithmonë ato dalin pozitive dhe dalin tamam siç duhet. Pra dalin efekti është i Pozitiv gjithmonë edhe ata 90% për tyre kanë atë efektin domethënë pozitiv që arrin rezultatin siç dëshirojnë për analizat e veta. për arsyen që kanë ardhur, Po. e arrin qëllimin. Dakor. Nga ku fillojnë pishat? Tu diku? Si qitash edhe pak. Këto janë gjitha pishat apo jo? Edhe pak shtëpis. Edhe pak. Ka po pishat e bardha. Veç pas ka pak mjega, thot. Po sa të po veç për apen nga në kur gjithë qërë. Jo. Me rëndësi operatori po she. Qa e me rëndësi? Edhe pse ka mjegla. A ka i më në kota? Muhammed Behluli. Muki. Eke Muki. Beluli. Atër, shtegu rinor prevall, kështu shkruan këtu, te tabela që e lexoj, jo që i di këtë gjëra. Po. Kështu quhet, është e mnu kështu, dhe njerëzit vazhdojnë të... Kjo zakonisht besoj përdoret për hiking, apo jo? Po, përdoret edhe për shëtitje të lehta edhe për hiking, varet për çka dëshirojnë njerëzit, për gjithë çka që njerëzit dëshirojnë edhe ata e shfrytëzojnë domethënë. Egzon, cila është pika më e lartë që mund të arrihet? Ka një emër ose ka një diçka që mund të arrish në maje në të zonë? Kjo është vetëm staz për ecje, ndërsa lartësia mbydetare këto është 1600 metra aktualisht, ku ne po ecim, ndërsa nëse vazhdojmë atutje, lartësia mbydetare mund të rritet dhe njerëzit mund të shijojnë sa më shumë këto bukurite. Për hiking, a ka një pikë kryesore ku mund të arrihet? Po mund të ngjitemi pasi të kalojmë te stazën, pastaj vazhdojmë lart djathtas në një pjesë pak më tutje, është mundësia që dalim atje lart kodër dhe njerëzit që dëshirojnë të shfrytëzojnë për hiking, ta shfrytëzojnë atë pjesë andej. E kështu me radhë për arsye se ajo është pak më e pjertë dhe është më e zëshme për të ngjitur, më sfiduese. Për ata maraklit. Me 200 metra dhe hecë. Imagjino, shkojmë maje, ha? Si thua shpëtim? Po dhe që provojmë thua? Provojmë të shkojmë. Pse jo? Nuk bëhet hiking me xhinse. O shpirti vllajt. Po, tash e bëjmë edhe atë, valon, nuk është problem. Besoj që do ja dalim, nëse vendos. Egzon nga këtu, është zona e pishave kjo apo jo akoma? Po kjo këtu ka fillu, domethënë. Nuk i marr vesh dhe aq mirë, po më duket si pisha këto. Po ashtu është. Ashtu është të fillon zona e pishave, gjatë kohës kur njerëzit ecin kanë edhe disa ulse këtu, të cilat janë rregulluar domethënë edhe muaj. Interesant se pash edhe aty ulse, edhe këtu domethënë secilën pjesë ka ulse për njerëzit që ndoshta duan të pushojnë pak. Po, është një person mbushen dot me frymë si punon, ose ta kalojnë kohën poshtë pishave. Qashtu, duke ndaj domethënë. Për të marrë jodin. Është një kujdes që ne ka tregu në bamirës këtu në Prevall, i cili quhet Sabri Bunjaku, e ka ndërtuar gjitha këto dhe për domethënë për pas mundësi njerëzit me pushu atëherë kur e kanë të nevojshme. Po kjo Eminja Kumanov është A e njeh Muhammed? ja, janë investitorë këto ose po kanë bërë për shpirtin e tyre, kanë bërë për hatër, nuk kanë pas diçka pagesë, ata e kanë bërë me mjet të tyne. prandaj shkruan edhe emri.
Po, ashtu. Disa për tyre përmbajnë edhe në tjetër. Pyeta se mu duk shkrimi në mënyrë profesionale, edhe nuk e dija në rast se ishte kjo që thatë ju, apo ishte dikush që ka ardhë nga Kumanove dhe thjesht e ka shkruar emrin se në shqiptarë kemi zakon, e të këshpia dhe Mjasharit kanë shkruar ati, ku diun lloj emra, vendesh për përmend Gostivari, më qenë që jam Gostivarit kanë shkruar te Gostivarit e tova, ku diun pa nevojë fare. Zakonisht njerëzit të me vullnetin e tyre investojnë, nuk kanë ne far përfitimi diçka. Po megjithatë interesi i përgjithshëm është që njerëzit të na muni sa më rahat kur janë prevallt në përgjithësi, jemi si komunitet shumë të lidhur me zveti. Kalojmë gjithëherë mirë, bëjmë diçka kur çka mundet për me ofru kushte sa më të mira njerëzve këtu. Edhe thjesht vetëm i ftoj gjithë që ta vizitojnë prevalllin sa më shumë, pavarësisht në çfarë stile jemi, sepse natyra prapë po them nuk e nal të mirën e vet, nuk e nal punën e vet. Pra beneficionet. Kë e dim që është për shëndet i ka 12 muaj të vitit. Absolutisht është një doktor i cili çeron në mënyrë të natyrshme, edhe vetëm na metet neve me vizitu, na metet neve me ardh këtu dhe thjesht me u kënaq. Egzon, më përmende pak më herët si një ndër muajt që e ka beneficionin më të madh është qershori. Qershori, po. Ka muaj tjetër apo vetëm qershori? Ose ndoshta maj qershor diçka tjetër? Për shkak se gjatë muajit qershor pishat e lirojnë një lloj të aromës më të theksuar, e cila ndikon direkt shëndet. Këto e thash për këtë arsye. Për ndryshe prapë po them se natyra. Po 12 muaj, po, natyra e Prevallës. Kur është kërkesa më e madhe për të ardhur në Prevall nga turistë nga njerëzit? Cilën periudhë të vitit? Prej muajit maj deri në muajin nëntor, kështu me radhë. Pra është kërkesa më e madhe. Po prej muajit maj. Sa është e vështirë që në muajin maj ose në qershor, ndoshta kur mund të jetë kërkesa më e madhe, që sa është e vështirë për të bërë prenotimet për gjetur vend në Prevall? Mezi po mbushë me flenë. Shkari. Shojmë pak këtu se ti nuk mundesh po. Okej, se edhe po flasët e po ecë, vullnet. Sa është e vështirë për gjetur një vend pushuesit ose një farformë le të themi pacientët, edhe pse këtu nuk vinë spital, po e kanë beneficione që i marrin nga natyra. Nga natyra. Njëse kur vinë spital. Është domethënë bajage problem në kohën po flas në kohën e sezonit kur është korrekt gosht shtator, kështu me radhë. Për arsye se tashmë është rritë edhe vedia njerëzve se nuk është vetëm Bregdeti, domethënë pushimi ose adresa për pushim, por edhe natyra, edhe bjeshka, edhe pishat edhe këtu, janë një doktor i natyrës që i shëron ata edhe mjekon ata domethënë në mënyrë natyrale. Kështu që unë jam i lumtur për këto, ka shumë çifte të reja të cilët vinë me fëmijë këtu, të cilët largojnë nga qytetet dhe nga asfalti, nga gazrat gjana. Këto e shfrytëzoj rastin edhe një herë me ftu të gjithë ata njerëz të cilët kanë planifikuar pushime që ato t'i bojnë këtu me qëllim që seriozisht me investimin e tyre të fitojnë edhe në shëndetin e fëmijëve të tyre, edhe në shëndetin e vet. Sa shtëpi mund të ketë këtu në Prevall? Besoj kapaciteti nuk është aq i madh sa mund të jetë në një zonë turistike tip skijimi ose kështu, sepse ka filluar viteve fundit që të ndërtohet maksimum. Në fakt disa shtëpi, shumica prej tyre këtu janë private të cilat njerëzit shfrytëzojnë sidomos për vikende, për nevojat e veta, domethënë jo për qira, ndërsa sa i përket qirave turizmit dhe musafirëve, pra Prevalla ka ende nevojë që të ketë akomodim për arsye se interesimi çdo vit është më i madh. E kështu me radhë. Kur e ka marrë bumin më të madh Prevalla, meqense besoj këtë beneficione ka dhënë. Po, e ka dhënë gjithherë. Me vite, me shekuje, me ashtu, por derisa është vërtetuar nga ona e disa ekspertëve se këto benefitet e përshëndet janë ideale dhe janë të vërteta, do të thotë, ka qenë pak më stagnuese ajo pjesë, ndërsa kur është vërtetuar, sidomos vitin që po lam rapa tash, do të thonë ka qenë ekstrem numri i madh dhe çdo vit interesimi për Prevall po rritet. Po ndërtimi i biznesmenëve ose personave fizik të cilët kanë ndërtuar shtëpi private ose motele, mund të themi, ose dhoma me qira. Kur ka filluar bumi më shumë? Aktualisht për ndërtimin, domethënë aktualisht ndërtohet ende, por kuptohet se i pam edhe ato. Ka edhe shumë pak vende me sa e di që të ketë ndërtimi, por megjithatë besoj që në të ardhmen do të rrisim edhe numrin e mundësisë për akomodim. Të shohim duke bë, si thonë. Po viti 2020, 2021, 2015, kur ka filluar të ndërtohet më shumë? Kur ju dha vëmendje më shumë? Vitin 2020 ka qenë, domethënë koha kur është ndërtuar pak më shumë. Dhe kështu me radhë do të thotë kemi kry punktin tonë, ndërsa tash po i presim. Pra bumi i ndërtimit 2020. Egzon, do të pyes, do të qenë se ma përmendë 2020-ën, e dim ka qenë
viti më fam keq të paktën këtë shekullin e fundit ose këto dekadat e fundit. Për arsye të Covid-19, si ka qenë periudhën e Covidit këtu 2020-2021? Ka qenë e zbrazët në kohën e fillimit për neve në fakt, po kemi përballuar kohë disia, kemi bërë disi, duke besu se ardhmja do të jetë më e mirë dhe faktikisht kështu na doli, kemi arritë sot një sukses, jemi mirë dhe njerëzit tek ne gjithmonë një rehat. Egzon, kemi dhe shumë përtesur në të zonë sepse besoj që kjo është pjesa kryesore që donim ta tregonin të pishat. Po. Pavarësisht që kjo është vetëm fillimi dhe ka besoj shumë stas përtesur. Sa mund të jetë gjatë? Do të jetë dikon 10-15 metra do të thotë, po ne do të vazhdojmë, do të vazhdojmë edhe një pjesë është interesante, pjesa që njerëzit e quajnë pjesa e kuvendit. Domethënë, e cila është rrethuar me pisha dhe njerëzit ku mund të pushojnë aty. Është se quajnë kështu i kuvendit apo është zonë ku mblidhen? Ajo është, domethënë atë kuptim e ka gjithmonë njerëzit për rreth mblidhen aty, ku vendojnë bashkë, bisedojnë bashkë dhe kështu i ka mbet vendit te kuvendit, domethënë emri. E besoj që do ta shohim për pak edhe atë pjesë që ta kuptojmë. Unë se po flas nga eksperjenca ime personale, jo për Prevallën, vi për herë të parë, po kur jam qenë i vogël kam pasur nevojë për jodin, që kam shkuar, kam ndenjur te pishat në plazh, mëngjesi në rreth detit, bregdet. Dhe kam pasur nevojë shkaku i sëmundjes bronhitisit, që shqyr zotit e kam çuruar totalisht sikur mos ta kem pasur asnjëherë, nuk ka lënë asnjë shenjë. Vjen mirë. Mund vrapoj, mund bëj gjithçka, nuk merret as fryma. Dhe do doja të sugjeroja për gjithë ata që kanë bronhitis, gjithashtu mund të vinë për të shëruar bronchitin në Prevallë, besoj e njëjta problemet me astmë kështu me radhë, problemet e astmën, bronhit e kështu me radhë, gjithatë. Të cilat u lehtëson jashtëzakonisht shumë gjendjen shëndetësore, jodi që lëshojnë pishat e zeza. Pishat e zeza, po. Pishat e zeza, se më është fiksuar në kokë pishat e egra. Këto jodi është më i theksuar për arsye se është ajri më i pastër, prandaj është më i theksuar prezenca e jodit, në fakt edhe është tamam direkt me shku dhe organet e frymëmarrjes siç na duhet ose dikuj për personave që kanë nevojë. Në fakt çdo njëri kemi nevojë, po dikush ka nevojë pak më shumë për pjesën e jodit. E vërtet. Secili edhe ne që jemi të shëndosh, kemi nevojë për të marrë ajër të pastër, kemi nevojë për të trajtuar shëndetin tonë që mos të vim komplikime. Po ato që e kanë pasaj të nevojshme, të patjetësueshme, normalisht që kërkojnë në një farë formë dhe thonë popullor që me det. Më shumë se sa në tjere që ata të cilët kanë nevojë më të theksuar, domethënë ose të patjetërsueshme, siç e the ti, unë ftoj në çdo stin të vitit të shfrytëzojnë natyrën e Prevallës me qëllim që ata të jenë rahat, të kalojnë atë problemin të cilin e kanë me shëndetin e tyre dhe mos ngurrojnë që të thojnë jo se tash nuk vi se është thina e dimrit ose është më ftoftë ose gjëra të tilla. Sa i përket kësaj pjese, trupit toni duhet edhe e ftofta edhe ngrohta. Për ngrohtën kujdesemi në atë ftoftën e krijon Zoti dhe ne jemi këtu për t'ju shërbyer. Çfarë do të thoja? Në lidhje me qëndrimin në Prevallë, sa mund t'i duhet një pacienti ose një nevojtari që të rinë në Prevallë dhe ta marrë atë efektin e duhur? Sa është ajo, le të themi, e konsiderueshme ose mesatarja e ditëve që duhet të qëndrojnë në Prevallë? Për më të mirën e mundshme për shëndetin e secilit është e preferueshme të qëndrohet për 21 net dhe 22 ditë, me qëllim që të arrijmë tamam suksesin për çka kemi ardhur, ndërsa disa prej problemeve të tjera, domethënë që janë më të lehta, munden me qëndru edhe më pak, për shembull mundet me nejt 10 net, 12 net, 15 net, kështu me radhë. Po nëse dëshirojmë që trupit tamam t'i bëjmë një refresh, edhe organizmit duhet qëndrojmë për 21 net. I këshilloj edhe shumicën edhe prej trive, edhe prej moshave tjera, që ta shfrytëzojnë Prevallën me qëllim që ta rifreskojnë organizmin e vet, pavarësisht që ata nuk kanë probleme, sepse në momentin kur neve po na vjen probleme me shëndet, të gjithë po vrapojmë, ndërsa sot e shfrytëzoj këtë rast që edhe njerëz të tjerë përfitojnë pikë kësaj interviste të vinë Prevallë, ta rifreskojnë trupin e vet, organizmin e vet, pavarësisht çfarë moshe kanë, sepse sot po dihet se në çfarë ambiente po jetojmë, dinamike dhe të ndotuna kryesisht. Mund ta përjashtojmë mundësinë ata që do të vinë kalojnë një weekend këtu, një fundjavë në Prevallë, normalisht do marrin beneficione, do ndjejnë atë weekendet gjithmonë njerëzit i shfrytëzojnë pastërtinë e ajrit, mbushjen e mishkërive me oksigjen tamam siç duhet. Weekendet i shfrytëzojnë zakonisht për pushime, për relaks dhe qetësi në fakt weekendet, ndërsa ata pa vedijen e tyre, si tha dhe bashkëbiseduesi im sot,
domethënë fitojnë edhe benefitet shëndetësore. Sepse vetëm të rish këtu edhe tek villa diku, villa kështu i thonë gjitha, pra këto shtëpisat në fakt. Aty po. Mjafton ti jesh prezent aty jo deri arrin deri në atë pjesë. Normalisht nuk është i theksuar siç është këtu, ku janë mes pishave, po dhe gjithë zona. Kam shumë raste që vinë tek ne mysafirë dhe nuk kanë fuqi për shkak moshës me bën lëvizje deri këtu, për shkak se është e pjert. Dhe unë ato që ju them gjithmonë aty në ju del e vërtet, ata rrin terras aty te pjesa jonë sepse lartësia ambitore aty ku ishim është 1575 metra, domethënë, dhe ata duke nejt aty për 21 ditë, duke pi çaj dhe kafe, kur shkojnë po analizat e veta aty ju kanë ndryshuar për mirë, domethënë ju kanë rri rezultati i tyre. Ashtu fikse që kum thonë. Pasqyra e gjakut është e lartë dhe nivel. Po. Dakor, vullnet mësoj pak si duket kjo pjesa. Hajde këtu mbrapa, këtu përpara kamerës, pra. Shfaqje këtu vullnet. Jam nuk largohem balon. Edhe shpëtimi sepse jemi të tretë bashkë me Mukin, të katërt që kemi ardhur tonë për vallë. Thuaj, ka ndihmuar do pak me qenë se ti pi cigare? Mua dhe shpëtimit të cekim, po na reagon më njëherë në pastrimin e mushkrive, e kje dhe shpëtimin këtu mundet ta... Po, pa tjetër, ti folë për vetëm, thuaj. Po mirë, po thëmë që e mundet... Çfarë reagimi ke, apo të merret fryma, ke kollitje? Nuk është shumë merret fryma, po kam atë kollitjen dhe atë ndjenjen që edhe kur e ndezi duhanin, po më pengon. Ta është pra, të vish do të rish një ditë inshallah e le do me pak harxime. Shpëtim thuaj, si ndjesh? Pishat reagun shumë mirë, ashtu që alo pa e gjysën e stazës, mu dha, tha kallë një cigare se i ke pastru mushkrit. I ke shumë pastra mushkrit. Kallë natyra, vetë. Ndeze tha se mushkrit në ki, tha të pastra. Dakor, nejse, po këto nuk në lejohet, aty shkruanin tabela, nuk në lejohet që të ndezim cigaret, hedhim betorina, që normalisht nuk kemi ku të hedhim, bëjmë dëm ambientit, natyrës. Sa që shikoj... Kemi lanë cigaret të shpej. Kemi lanë cigaret të shpej, nëjse unë as nuk e pi fare. Sa që shikoj, në përgjithësi është e pastërt. Ka probleme me pastërtin? Në kohën kur është fluksi pak më i madh kemi probleme të tilla, por ne vetë me vullnetin tonë arrim të mbledhim ato dhe të rregullojmë, dhe gjatë kohës kur njerëzit na shohin, besoj se do të ndikon vetëdijsimin e tyre që në vazhdim mos të bëjnë më atë gabim, ose atë pa nevojë atë sjellje, por t'i mbajnë me vete në gjepa ose të morin qese me vete dhe t'i hudhin se cilin e për shportat e vete. Asaj përket objektit andej nga unisëm, unë gjithmonë kujdesna për musafirët e mi, ata i vendosin të shportat, ndërsa unë i marrë dhe i hedhe poshtë, atje ku është i gjitha e mbledhur. Pash që shkruanin në tabela, mos hudhin betorina, po nuk pash që ka në një kosh, ose shport në betorinash. Është marrë në një, është paraparë në njërës iniciativë ose diçka tjetër? Planifikim për vitin e ardhshëm që ne vetë t'i bojmë ato, me qëllim që të kemi më atlet me menaxhimin e tyne, dhe për momentin kjo është plani jonë, të shohim sa të fillon pjesa tjetër e vitit, do ta bëjmë atë investim. Gjitha këto që keni pa këtu dhe që do t'i shihni në vazhdim janë bëmë investime vetanake, për njerëzve, vetë financim gjithçka, për arsye se na e dashurojmë Prevallën faktikisht, por derisa ne kemi cilës komuni bie? Është me Ministri të Ambientit sa i përket kujdesit, ndërsa në komunë i bjen me Prizren. Pra i bie Prizrenit, po që duhet Ministria e Ambientit duhet që të përkujdeset sa i përket Ministria e Ambientit është, domethënë, nën patronatin e tyre, është pjesa e Prevallës, sepse është park nacional i mbrojtën. Dakor, me qenë se Ne edhe kështu edhe diçka mendoj që ato shportat më mirë mos të vendosen këtu. Pasi që do ta pengojnë natyrën. Ato betorina do të mbeten. Po tani ato që kanë betorina të paktën dikun t'i vendosin të grumbullohen. Le t'i marrin mirë tha Exoni, le t'i marrin me vete dhe do hapen devat. Ashtu mendoj. Mendimi jot vullnet. Pajtohem me këtë që thot shpëtimi, besoj që është më mirë t'i mbajnë në për xhepa ose në për çanta dhe t'i hedhin poshtë. Atje ku është vendi. Përderisa nuk kanë ku t'i hedhin, ndoshta vetdia jo nuk është aq e lartë që t'i fusin në për xhepa. A nuk mendoni që është më mirë që të kishim një sport ku mund të grumbullohen? Jo, mendoj që nuk ka më mirë. Mendoj që pa shporta, se jena për këtu do të vinë njerëz për mu pastru. E tash ti fillon edhe shë një ajo të reagon negativisht. Kur të vishte shporta vjen era kur të vishte shporta shkaj të bo mu ki selfie, ja? Shiko që argumentimi ka, ha? Kur të vishte shporta vjen era keqe. Ashtu që më mirë, po ti nuk do ishte shporta buri dhe. Po ti kalon ande nga shporta. Tu pasaj nuk do si gjellra, gjera që t'ket ata herë. Ajo aroma shpërndahet, valon. Edhe bol që do të ndotësh natyrën.
Aja ndje natyra, shife sa natyre mirë, pa. A vazhdojmë në pjesë të kuvendi? Po, kuvendi, nuk ishte këtu kuvendi? Jo, s'është. Po vazhdojmë për të kuvendi atër. Se unë mendoj që ishte këtu kuvendi. Jo, aty tjetër. Edhe fillon bëjmë në kuvendin, tamam debatin kuvendor, si që ndodhë zakonisht. Këta jam besoj burimet. Po janë burimet me investime vetanake, do me thonë, të cilët njerëz të i bojnë, ndërsa i shfrytëzojnë qytetarët dhe vizitorët e Prevallës. Janë beneficie natyrale që vinë direkt për Bjeshkës. Pra janë burimet cilat janë kanalizuar këto dhe ju mundësohet njerëzve që të shfrytëzojnë. Të shfrytëzojnë, po, do me thonë. Për të pirë, është i pastër besoj, po? Po, ashtu i pastër i pishëm është, do me thonë edhe njerëz të shfrytëzojnë maksimalisht shumë, zakonisht të dy prej qesmeve kanë ujë, po kësaj herë nuk e di pse paska shterë uniona për tyne. Ndoshta mund të ketë ngritës apo jo? Sigurisht mendoj, mund të ketë. Dekord, vazhdojmë. Edhe sa larg jemi nga kuvendi këtu? Edhe një gjatë. Ta pysh me Exonin, a ka nej fajde me marrë të pishe dhe me mjellë në barë? Për besh, Unë një rol. këto janë mbrojt në pështetit, nuk ta preferoj ato që është ndalueshme. Sikur të është e shëndeshme për neve atje. Po, dvini këto dhe arrini qëllimin e juj. Ju po keni qef në marrë këto. Shkojmë atër, këtu është kuvendi, nuk që ose dëgjojmë këto momente. Ma jetë mikrofonin këtu më mirë të flasë. Këtu është kuvendi që e përmendi pak më herët Exoni, për cilën kemi ardhur dhe ja si duket. Është një zonë rrethore ku përmendi Exoni që mblidhen këtu njerëzit. Exoni është ky vendi për cilën po flisnim. Po, është vendi që quhet te kuvendi dhe njerëzit mblidhen këtu, i çojnë hallet e veta, bisedojnë e kështu me radhë, siç ishin edhe ulëzet janë ashtu rrethore që njerëzit të jenë sa më afër njëri tjetrit dhe ta kenë ashtu i ka mbetë emni, domethënë këtij vendi në atë formë që njerëzit që edhe të njoftojnë njëri me tjetrin. Po, njëri me tjetrin dhe ashtu po pra. Shkëmbejnë dhe disa gjona më kalon përshtypje shumë, ata i shkëmbejnë dhe disa gjona në mesveti që janë shembull kanë smundjen e njëjtë ose gjona të tilla i shkëmbejnë. Edhe terapit në mesveti disa medikamente, ilaçe. Ilaçra gjona më kalon përshtypje shumë bashkëpunojnë me mesveti, të gjithë këto përshëndetim njëri tjetrin gjithë herë nga gjatë kohës kur jeni ecje, pavarësisht atë njëjë apo njëjë dikush tregojnë respekt dhe të përshëndesin. Asnjë prej tyre as në vjeçlitas në vllajt të rritunit nuk kalojnë përballë teje pa të përshëndet dhe është diçka që të kem përshtypje se sot mungon në shumë pjesë ajo. Do të pyes me gjë se flisnim për medikamentet, të pyes vullnetin çfarë fast foodi përdor që ka për të barkët me zgjidhje këtu lart. Na vullnet pa medikamente. Ketchup, majonez, homemade. Homemade tosta. Përmende që është kuvendi, këtu që te kuvendi, sa biznesmenët, pronarët e villave, të shtëpive, sa mblidhen këtu për të bërë kuvendin e Prevallës, për të marrë një vendim të caktuar
në lidhje me një investim vetanak që do e bëjnë ose për një rend caktuar që mund ta krijojnë këtu? Ka shumë raste që mblidhemi, po më shumë nëpër telefon, atash merremi vesh me zveti, gjithçka çka bëhet të kryesisht bëhet. Jo, po them, e shfrytëzoni këtë kuvendin, të vini të kuvendoni këtu apo për shkak se është shumë ngarkuar nga ona e njerëzve që cilët janë nevojtar për shëndetin e tyre, na kemi vendosur me kriju sa më shumë hapësinë atyre, në fakt edhe ne për veten në atë pjesën ku qëndrojmë e shfrytëzojmë edhe vijmë këto për te, si gjitha ato, po kryesisht të ulë që nuk i nxon për arsye se ka shumë njerëz të cilët dojnë shfrytëzu për shëndetin e tyre dhe nuk mund t'ja mohojmë ose t'ja nxomë në vend. Thoj pak si është gjatë verës, është freskët? Është verës, është këtë, domethënë këtë pjesë është tamam siç duhet, për arsye se edhe dielli edhe pishat bashkarisht e kryjnë punën e vet dhe ofrojnë një freski, domethënë tamam siç duhet. Bashkarisht me pjesën e benefiteve të shëndetit, është diçka jashtëzakonshme. Bile kur vrejt nga musafirët e mi kur vinë këto për një thënienet, ata harrojnë fare që janë në Kosovë. Ju duket që është një vend krejt tjetër dhe në përfundim të pushimeve pyesin njërin tjetrin apo shkojmë në Kosovë. Se përfundoi pushimi. Unë para me cika thash e hapëm dritaren aty te lart te villa, thash Valonit pja vej thash, a pamja shka u pak e thash, zvi thash mon Kosovë, s'kthejna. Është shumë interesant kjo. Ka turist huaj ose vizitor të huaj? Ka edhe të huaj turist, të cilët zakonisht ma shumë e shfrytëzojnë pjesën e hikingut që përmenëm ma herët, dalin pjesën e natyrës një shfrytëzu dhe drekojnë e darkojnë pjesën poshtë. Po për kërkesa, domethënë për me pushute na aktualisht nuk kemi shumë vëja nga njerëzit e jashtëm, zakonisht ata orientohet sigurisht me hotele gjona tilla, nuk e di, po nuk kemi shumë kërkesë. Kryesisht klientela jonë është në Kosovë dhe disa shqiptarë që jetojnë jashtë Kosovës dhe vinë. Kjo është e pyetja radhës, sa e frekuentojnë këtë vend mërgjimtarët? Mërgjimtarët e vizitojnë këgja shumë e frekuentojnë domethënë pjesën e Prevallës me rezervimin paraprake gjithmonë, janë familjar kryesisht, ndërsa të tjerë vizitojnë shumë rrollë dhe kur vizitojnë prapë, po them sigurisht hotelerinë vizitojnë dhe jo neve. Normalisht të huajt drejtojnë internet dhe jo çfarë ju del si reklama përpara e kanë Sigurisht. Kurse ne ja dim rendin edhe me shtëpizat private dhe e njohim zonën, ata kanë komplet si zonë pa njohur komplet Kosovë, njohur private. Në fakt ata nuk e dinë rehatinë e shtëpive tona sepse ata hujt po flas, jo për shqiptar. Nuk e din shumë atë ngrohtësinë çfarë është. Megjithatë, për gjithë ata që e dinë rëndësinë e shtëpive, sot po flas për shqiptar kryesisht, po ikin prej hoteleve dhe po vendosen në shtëpia me qëllim që të njihen më rahat. Në vërtet, rahatia ishte mbi nivel edhe mbrëm. Bën ç'duash, ti bën ç'duash edhe në hotel, po ndoshta hapësirat janë shumë më të vogla. Je më i kufizuar. Dhe ambienti është më i ftoftë në fakt, kuptimin jo për temperaturë, po kështu. Po, qartë. Meqense je i kufizuar normalisht është ambienti më i ftohtë. Le të ulemi këtu, nuk e di nëse janë të lagura këto ose jo, po më duket se janë të thata. Po vullnet po të ishin të lagura, do ishin edhe të ngrira, kështu që që nga pak lagura po. Stop. Okej. Qenë e ngrojim natën. Djema më thoni pak, a u lodhët drejt këtu apo jo? Personalisht jo dhe aq valon se ka raste që shkoj shpesh të themi në hiking, kështu që nuk e kam aq problem për atë tash edhe të ngjitemi deri lart. Po besoj se ti je ai që ke problem të ngjitesh deri lart. Jo, për mua mos e ke problem fare. Hallin më të madh e kemi të operatorit të Mukit se ky shkret jesëm me një peshë në dorë gjatë gjithë kohës edhe kur arrim atje poshtë vetëm bën. Dhe më dora, dhe muskuli. Duhet pastaj ta çojmë nga këtu, e shorojmë në shëndet edhe smurrim nëpër muskul, nëpër ta çojmë në popullor që i thonë krepaja. Dhe ta çojmë ndonjë fizioterapeut o diçka tjetër. Ç'është më thonë me çon masazh? Po jo masazh, është fizioterapeuti dhe masazha, relaksi është tjetër, nevoja është tjetër. Më thuaj pak shpëtim ti si kalove deri këtu, u lodha apo jo? Jo, përbes nuk u lodha, edhe pse kam menduar se do të lodha më shumë. Po ishte shumë mirë edhe s'ndjej lodhje. Do të kisha ecë edhe një 15 kilometra. Pa problem. Kur ka qenë hera e fundit që ke qenë në Prevall? Në Prevall kam qenë para 2 viteve. Po i kështu për vikend, jo për me nejt 21 ditë. Më thuaj, hera e parë fare, kur ka qenë? Me qenë se përmendem më herët që ke qenë shumë më moti dhe çfarë ndryshimi vëren Prevall atë kohë dhe tani? Po kam qenë në herën e parë dikun vitin 2005-2006. Ndryshimi është se si që pam edhe atje poshtë kishte shumë dërtim, villa,
Ajo ishte pjesa më e mirë. Më kujtohet atëherë ka pas dikush problem familje dhe ka pas tregu se është nevoja për marrë këtu, po nuk mund me gjetë, nuk ka mujtë me gjetë akomodim. Kurse tash po shifet se ajo është pjesa që ka ndryshu ma shumë dhe për të mirën e gjithë njerëzimit. Gjithë të interesuarve që vinë këtu. Okej, atëherë, nga kuvendi, besoj kjo është ajo çfarë mund të tregoni mbi pishat e zeza, egra, ti quajmë si të duam ne, por emrin e kam pishat e zeza. Kjo është ajo kryesorja, besoj nuk ka diçka tjetër që mund tregohet rreth pishave. Po çoj për këtë pishave specifikisht unë nuk dashta me cek disa lloje për smundjeve të cilat janë arsye që njerëz vinë këtu. Po megjithatë megjithëse jemi këtu ne po shfrytëzoj rastin pak më për ato. Alergji, bronhitis, astëm e kështu me radhë, do thonë organet frymore, smundjet, problemet. Ka njëri që ka probleme me mungesë rruzave të kuqit gjakut, siç e thash edhe më herët, është njëra për arsyeve, probleme me kancer kështu me radhë, ato e forcojnë imunitetin, kjo vjen e forcon imunitetin me qëllim që njerëzit më përballë ma lehtë me ato, domethënë procedurat dhe terapitë e shërimit për këtë smundje, domethënë ndikon maksimalisht. Ka lloje të tjera smundje, për shembull dikujt ndikon për pjesën e rregullimit, për probleme me sheqer, probleme me tension, gjitha gjanat në varet çfarë probleme shëndeti ka, po. Domethënë kam pas raste të ndryshme, varësisht, po disa pikë këtyre çamu kujtun, tash për momentin unë veç i ceka, besoj që njerëzit domethënë është mirë edhe njerë me kuptu që çdo stin të vitit për valla e kryen funksionin e vet dhe i ftoj që me kon musafir tund, me kon këtu prezent, edhe me i shërby shëndetit vet pavarësisht çfarë kohë, se ka një herë shëndetin nuk na pret për me mri qëllimin që ka na po dojmë, kështu që çdo kohë të vitit, çdo stin të vitit është mirë me shfrytzu që me mri na beneficioni shëndetësor, për çka kena nevojë, jo me thonë, nuk shkojnë për vallë se nuk është tëf. Nuk është tëf për vallë, për arsye se jashtë është tamam siç duhet, mbrapa na kujdesim me na, edhe s'ki problem. Përveç kësaj, çfarë mund të vizitojmë tjetër, më sa të fushat më përmendet pak më herët? Po, është pjesa e livadhit poshtë në, domethënë pasi dalim poshtë që quhet pjesa e livadhit. Ajo pjesë frekuentohet, siç e thash, në kohën e pasdites nga të gjithë vizitorët, ndërsa para ditë vjet këtu. Atëherë kjo ishte sa i përket pishave të zeza. Më pas vazhdojmë me xhirimin tjetër për pjesën e livadhit. Aty ku do sqarojmë më detaje se për çfarë bëhet fjalë, çfarë shërben ajo e kështu me radhë. Ekzon, faleminderit deri këtu. Faleminderit. Vazhdojmë pastaj te pjesa tjetër e Po mbram kemi ardhur vetëm për rekreacion, me pa njerëz. Fundjavë. Si fundjavë edhe si duket, por me vazhdu me ardhur mandej rregullisht. Është hera e parë që vini këtu? Hera e parë që vim, po mrekulli. Keni arritur të merrni informacione se për çfarë shërben? Ma shumë shërben për mushkënit, me thënë ata që janë me astmë edhe nga frymëmarrja që vojnë. Kjo pjesë është shumë shëndetësore, shumë e fryqshme për shëndet. Se ne për të po bëni një reportazh edhe pikërisht për të Jemi probleme. pak të informuar, domethënë që shumë persona këtu gjejnë shërim. Sidomos ata që janë me astma ose që vojnë nga sëmundja e mushkënive, frymëmarrja. Po këto bidonat shishet apo përmbushur ujë burimit? Të mbushin pak ujë burimit, se boll kemi pi ujë nga rezervari. Ta shijojmë pak atë, ju lutem. Faleminderit shumë, uroj të kaloni sa më bukur. Edhe ju gjema kalofshi mirë. Gjithë mirat. Ditën e mirë. Ditën e mirë zonim. Atëherë, përfunduam me xhirimet në pishat e zeza, pishat e egra, e kështu me radhë. Nuk di pse përmes të pishat e egra, pishat e zeza valla. Dhe kemi ardhur në qendër të Prevallës, në qendër të fshatit. Kjo është qendra e Prevallës. Ndoshta nuk duket si qendër, por ama këtu kryqëzohen rrugët e shtëpizave, tu bëhet tregtia, ka markete të cilat punojnë gjatë ditës, e mbrëm vonë nuk arritëm do që të gjejmë diçka hapur.
Dhe nga këtu pastaj është edhe kryqëzimi ku shkohet tek livadi dhe tek pishat lartë. Pra për momentin përderisa po flasim planifikojmë që të vijë edhe pagëbor dhe njerëzit që vinë këto musafir ta shfrytëzojnë për skem. Pjesën në ndërkohë, përpara se të flasim për skimin, për to pjesë. Shikoj që janë këtu tregtarët ka lloj ushqimesh bio, mjalta, fruta, perime, pemë. Gjitha këto ushqime i sjellin ata të cilët punojnë domethënë dhe i sjellin këtu për të shit. Kjo është shumë interesant për gjithë ata vizitorë që do të na vinë ne, për arsye se mund të gjejnë këtu ushqimet dhe t'i blejnë, t'i kenë domethënë shfrytëzim edhe pse tash është një kohë më e ftoftë. Përgjithësi janë ushqime bio të cilat i kanë kultivuar vetë. Janë kryesisht sjellur nga fshatrat ndoshta. Po, kryesisht janë ushqime bio dhe domethënë ofrojnë këto në çdo stin të vitit për fat të mirë ata mund t'i gjejnë këtu. Egzon, deri në çfarë ore punojnë këtu zakonisht marketet? Zakonisht tash megjithëse ne mbrëm erdhëm vonë, edhe nuk arritëm do që të gjejmë diçka. Tash është edhe dita më e shkurtë, domethënë kjo veç dihet, pra domethënë tash këta punojnë vetëm deri në ora 4-5 ashtu në atë kohë dhe kushdo që ka nevojë deri në atë kohë është mirë me krye ato furnizimet, ndërsa pjesa tjetër mbetet për pushim tamam për çka vinë. Dakor. Atëherë do të bisedonim pak për pjesën e skimit. Mundsohet skimi në Kemi një mysafir. Po, ke frikë ke? Jo, me s'kam frikë. Ne çfarë thonim qeni sharit, ti si kishe frikë? Kjo është qeni prevallës. Është qeni prevallës. Po, mundsohet skimi. Ka mundësi skimi. Pasi të bjen disa si më e madhe borës sot tash, të vinë njerëzit, familje me fëmijë kryesisht është staza më e përshtatshme për skimin e fëmijëve. Prandaj vinë me fëmijë këto shfrytëzojnë domethënë për skim kryesisht. Pjesën e poshtme të Livodhit që sapo i kaluam vinë edhe disa mundësi që njerëzit mundin me marrë ski edhe soi kështu me qira për më mujt me shfrytëzu. Kjo është pjesa ku rëshqitet, ha? Po bëhet atraktive komplet prej lart atje, domethënë shfrytëzohet deri këtu poshtë. Kjo është zona ku erdhëm ne mbrëm natën. Se shikoni mazjet zini me çfarë bën. Dakor. Ka atraksion edhe ndimër. Pra, jepen saj me qira, ski... Po jo, jepen, po si vendosë ende pra se ende s'ka burë sa duhet, po presim që të bjen burave ato të ofrojnë për njerëzit këtu. Pra, ka që burë valona, mund të provojmë na këtë stazën? Si s'kemi një qese me vete. Se në zakonisht e kam një lloj vesi, ku do që shkoj nxjerr qesen, edhe rëshqas, me qenë se s'kam ski me vete edhe. Me qesë ka më rrezik se s'mundesh me nol të rrugët. Ndalesh me këmbë, çosh në pishat e zeza të thash. Tani livadhet, sa larg kemi nga këtu livadhin, sa larg kemi nga këtu? Kjo është pjesa e Livodhit ku veç jemi tash. Kjo veç është pjesa e Livodhit. Po kjo është pjesa e Livodhit, në stinën tjetër ku nuk ka burë shfrytëzohet për qëndrim këto gjatë ditës qëndrojnë njerëzit të cilë këto rrinë musafir, ndërsa gjatë ditës qëndrojnë të ndjellë për të shiu rrezet dhe për të pasur mundësin të jenë pranë edhe rrymave të ajrit, si që të cekëm edhe lartë edhe këtu. Si është puna e rrymave? Për çfarë ndihmojnë, çfarë vetis rruze mund të kenë ose? Rrymat e ajrit ndikojnë në arritjen e plotësimit sa më të shpejtë të rruzave të kuqe, gjakut edhe gjithë atyre çmundjeve që kena përmend pak më lart në pjesën e pishave, të njëjtat ato që kanë ai përmend domethënë më herët. Thuaj që është një ndër vendet e rralla, jo në vendin tonë, se rajon po thonë edhe në botë, ku takohen tre rrymat. Kjo është vërtetuar për ekspertëve do të thotë edhe neve na mbetet tashmë veç me shiu të mirë në këtë vend, edhe jemi shumë me fakt që e kemi. Ekspert huaj, apo... Ekspertët huaj, po. Ekspert huaj. Ka bërë nam kjo që të sjellin më shumë turistë? Po sigurisht ka ofru siguri dhe ka ofru në kuptimin e përgjithshëm është një siguri për arsye se kur vërtetohet edhe për mjekësisë kjo gjë që na po flasim është... Pra e kemë të sigurt si... është në siguri, po. Siguria më e madhe për pjesën e shëndetit kryesisht. Dakor, djema si u duket kjo zona? E the drejt valon po na mungon një qese që të hypim prej atje lart dhe të lëshohemi. Po edhe po të mrim të pishat nuk do e kishim problem besoj, apo jo shpëtim? Jo, me... Po ko ka rrezik të mund shkuese, po mu i ka me shkel vetura. Kemi dhe qytetarë të cilët atë që ne mendojmë që mund bëhet me saj me ski, ata e provojnë me makinë. Kanë mundësi për të ardhur deri këtu me makinë dhe vinë. Më intereson di sa është i zhvilluar turizmi në aspektin e off-roadit, pra makina
me njerëz cilët vinë ndoshta për të vizituar zonat malore të Prevallës me makina. Po kjo Ndoshta është diçka e dëmshme për natyrën, por për zonat malore nuk është e dëmshme për arsye se vetë rryma e ajrit siç që ku marret ato e bojnë pastrimin e ajrit, edhe nuk vrehet, nuk na pengon, po megjithatë stozat nuk janë të pastruar siç duhet ose diçka, po i shfrytëzojnë në mënyrë të natyrshme ashtu siç bie bora, ashtu mbetet, ndërsa kush siç mundet me ato pajisjet e veta i shfrytëzojnë të thotë. Janë zonat mbrojtura, mund të shkohet me makina apo s'mund shkohet? Është një pjesë e caktuar ku nuk mund shkohet për arsye se bie shumë borë dhe nuk mund dilet pastaj ngelet aty. Personi ku shkon, por përndryshe s'ka ndonjë pengesë për në lëvizje. Nuk është se ka ndonjë pengesë në institucionet relevante. Për momentin jo. Tani kjo pjesa deri ku vazhdon? Deri aty ku duket apo ka ndonjë zonë tjetër për pjesa ku duket, pe aty fillon dhe vjen te poshtë për me skiju, kaq është stoza për momentin e saj. Nuk ka ndonjë investim apo diçka tjetër për mu rrit stoza ose mu zhvillu. Për momentin kështu në këtë formë mënyrë natyrale qysh është edhe shfrytëzojnë qytetarët edhe banorët. Tani kjo është pjesa e pasditës, kur vinë njerëzit cilët kanë nevojë për shëndet. Aha. Dhe sa orë duhet të rinë këto parafërsisht edhe në çfarë ore duhet vinë? Këtu që pasditën varet se njeri mëngjes zakonisht për pisha si stam do të më zgjuh herët, ndërsa pasdita fillon pas orës 12 e tutje. Pastaj sot kesh mundësi me qëndru, është ma mirë për arsye se çdo kush ka muret të shtëpia, po këto është në ambient tjetër, preferohet ma shumë me qëndru jashtë. Vërtet. Kjo është Si që pam deri këto momente dhe folëm mbi vizita që ndodhin këtu. Këtu pranë meje kam edhe një zotëri i cili është nga Presheva, i cili me qenë se ka dëgjuar për gjithë ato që folëm ne deri më tani, edhe ka ardhur që të vizitoj Prevallën. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, Falë, si quheni zotëri? Qani Sulejmani. Zotëri Qani, më thoni pak për çfarë keni ardhur në Prevallë dhe sa ta herësh që vini këtu? Këtu kemi ardhur s'pari herë. Sot është e para herë që vini? E para herë, po. Arsyeja pse keni ardhur? Po kemi ardhur, por kemi ndëgjuar që këtu është për shërim, për shënet. Pra bën mirë për shërim. Po. Keni ndonjë diçka që ndonjë tip smundje që vuani ose vetëm thjesht keni ardhur për një shëndet më të mirë? Jo, po na jemi si mekanik, kemi nevojë për ajër, për me hec. Keni ardhur vetë ose jeni me dikë shoqëror? Jo me shoqën, jo kështu. Pra keni ardhur me bashkëshorten tuaj? Po, me bashkëshorten. Sa ditë do rini, si është plani? Po sot e kemi një 7 ditë, do të rrim hala. Se vendi ishi mirë këtu, i pajt, dhe ajri i pastër e shtu. Keni ndonjë vend në Preshev me cilën ndoshta mund dilni të merrni ajër të pastër, siç është Prevalla këtu ose jo? Pa që ka malësia mu, s'dalmi qatë shumë ati. Këtu kja pak si e ndime këtu. Edhe keni ardhur për gjetur shërim me det. Shërim e shtu. Thuaj pak, si keni kaluar deri këto momente, tha që është paq, është mirë, si janë kushtet, ka mjaftueshëm shërbim për vizitorët që vinë këtu, po flas në aspektin e vetë shërbimeve, dyqaneve. Po kish dyqana, kish banesa, kish pritjet mirë, bështu që. Thoni pak, kësaj përket çmimeve, ju duket shtrenjtë apo jo? Po jo, normal. E përballueshme. Po e përballueshme. Gjithsej tha do rini 7 ditë, po? Jo, do të rrim ma shumë. Ma shumë se sa 7 ditë. Me mujt me nejt, po thoi 21 ditë është mirë tu. A, sot është dita e 7 apo jo? Sot e 7 është. A, me thënë vetë se pas keni bërë 7 ditë edhe 2 javë tjera. Edhe 2 javë. Sugjerimin që e morët atë që dëgjuat ishte nga miqët, shokët, apo ishte ndonjë doktor i cili sugjeroi për ta? Jo, nga shok të kon këtu një mik, ka pas një gru me astma, edhe u kon këtu, i ka bëhaj, i ka ndimu. Së në ka hec qak, së në mirë ke frim. E tani goxha më mirë. I ka bëhë mirë hajrë. Edhe shti, thasha dhe na ta provojnë pak të hecmi, ta këshirëmi që shështë. Keni provuar pjesën e pishave të zeza ndaj? Po veç që 2 ditë s'kemi shkua që se si, ka ra pak si borë këtu. Se ne ishim sot dhe ishte tereni goxha i pastërt, mund të shkoj. Ku ka pishat apo? Te pishat. Në çfarë ore dilni zakonisht, sepse më thanë që në ora 4 gjysmë e mëngjesit 5, maksimumi 6 duhet dilet për 8. Se di na dalmi, vizitam
ka fjallët edhe dalmit anë. Kanë tjetë dishka nënë shtu edhe njeri ka 11 ora, 12 këthemi në banes. Sa orë në ditë mund t'i shpenzoni duke ndenjur tek pishat dhe sa këtu tek livadi? Po të pishat një 2 orë të ri, të ne vim ham silën, po shojnë pak të ne dalmi këtu të livadit, po thojnë ma zreke me dal këtu të livadi, se kokëm të të rryma. Ku e di shto? E sa ko hargjoni jashtë, brenda ditës? Po 3, një 6 orë shtu, 7 orë. Ju faleminderit dhe uroj që t'ju shërbej gjithë kjo vizit që keni bërë tu. Faleminderit dhe ju kofshin shnosh. Edhe kalofshi mirë. Faleminderit. Atëherë të shohim edhe qytetarët tjerë nëse do pranojnë të flasin, nëse kanë dëshirë të flasin, edhe të shohim se për çfarë vinë ata që të vizitojnë Prevallën, janë për të njëjtën arsye apo edhe vinë thjesht për rekreacion, për qejf, për të ndryshuar pak ambient ose siç thamë edhe më herët, për të ikur pak nga pjesa e zhurmës, asfalti, ndotja hajër. Na tregoj pse ka ardhur këtu. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje njerëz. Se kaloni, jam me Faili, vin nga Tirana, realisht jam origjinë kuksian. Sa vite keni në Tiranë? Ne kemi 34 vjet. Thoj, e vizitoni shpesh Kosovën përgjithësi? Po shumë, në momentet që gjejmë kohën lirë, Prevallë, sidomos në Kosovë vim, po them i herë muj. Pra të thoj se çdo muaj jeni në Kosovë. Po, ndjemi në Kosovë sepse ndjemi mirë, realisht ka ushqim, edhe njerëzit mirëpritja shumë e madhe këtu në Kosovë. Sidomos për ne dhe për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, sa që vinë këtu ndjen shumë mirë, ndjen shumë komotë. Diskutohet. Edhe ne jemi nga Maqedonia dhe kemi ardhur këtu për të bërë një reportazh mbi Prevallën, meqense përflitet si vend turistik edhe për vetit e saj shëruese që ka. Edhe na intereson të pyesim çdo mysafir që gjejmë këtu, se për çfarë ka ardhur, ju vetë për çfarë keni ardhur? Ne kemi ardhur me familjen për fundjavë, e di, kam informacione për këtë vetin shëruese që ka Prevalla, por ne kemi ardhur vetëm për qef me familjen tonë, do rrim sot edhe nesër, meqense ka ra dhe borë dhe ka zbukuru këtë vend kaq mrekullueshëm, edhe pastaj do ikim sepse jemi vetëm për qef, për ndruar pak atë zhurmën e asfaltit, ndotjen e hajrit asfaltit. Patjetër, sidomos që Tirana është mbi kërkuar shumë sa se ke ide domethënë, edhe kemi nevojë që të dalim ku kemi gjejmë të kohën me dalin këtë fundjavë, edhe se jemi të ngarkuar realisht, merrem edhe muzikë, jemi të ngarkuar gjatë gjithë verës, si të themi ne, edhe gjejmë këtë mundësinë e dimrit që për dalë bashkë me familjen, por realisht sa herë që vim në Kosovë ndjemi si në shtëpi tonë. Pak më herët që biseduam përpara se të fillojmë xhirimet, jeni DJ me profesion, po? Po, DJ po. Kur frekuentohet më shumë, kur është aktiviteti më i madh i muzikës, gjatë periudhës verës apo dimrit? Tani edhe dimrit bëhet party apo jo? Patjetër, në Tiranë, Shqipëri, nuk ka se ka një caktim, por zakonisht eventet fillojnë mbas qershorit. Në Kosovë fillojnë mbas korrikut. Kështu që se kanë detin edhe. Po jo, është problemi sepse këtu janë pothuajse gjithë njerëzit emigrantë dhe vinë gjithë për pushime dhe kjo është muaj i gushtit me çka më informacione edhe ku mbo dhe evente këtu në Kosovë edhe di si është. Por Shqipëria është çik më ndryshe se ka filluar pothuajse gjatë gjithë vitit bëjnë evente atje. Përmende pak më herët borën këtu, e dim, Shqipëria nuk është se shquhet shumë për borë, sidomos pjesa e Tiranës dhe Durrësit. Jo, ju merr malli për borën se ndoshta shumë më rrallë shikonin Tiranës e Durrës. Realisht ka borë, por jo si këtu. Këtu është infrastruktura shumë flas për vendin malor, e kupton? Është shumë e mirë dhe mua më pëlqen. Vetë natyra mundson që të ketë patjetër, ne në Kuks ka shumë borë realisht, por këtu ku dëgjoj, këtu ka diçka që shkon shumë bukur, janë
lidhen hallkat njëra me tjetrën. Edhe mu me pëlqen domethënë edhe unë domethënë gjatë dimrit po thuj vim edhe ka raste që vim edhe 2-3 herë në muaj. Për të vizituar Ore vim për qef. Zona turistike. Ne sidomos ne shkojmë edhe në Brezovic, është shumë bukur. Aty e kemi ne atë që shkojmë zakonisht, por edhe këtu është përvall gjithmonë ku kalojmë pa unë alu këtu është e pamundur. Do të më falni, falenderoj zakonisht shumë. Faleminderit shumë, ju të jeni mirë, ju përshëndesim. Nga rehatia juaj familjare. Faleminderit shumë. Dhe të flisni për kamerën. Faleminderit shumë. Jeni mirë. Gjithë mirë. Faleminderit. Dhe këtu jemi edhe zbritëm nga livadhet ku bashkon të rrymat. Valoni do të përfundon këtë pjesë, do të na tregon se si kaloj lartë edhe a ka ftoft. Me sa e kam dhënë mikrofonin shpëtimit, normalisht që ka ftoft, si jam bërë. Mos hajdeni si puna ime pa dorashka. Vlen përmendet që jemi kënaqur dhe bëm intervista tamam edhe me qytetarët cilët kanë ardhur të vizitojnë. Kishte nga ata që kishin ardhur për qefin e tyre, kishin ata që kishin ardhur për shërim dhe kishin pretendimin që të vazhdonin akoma. Ju si kalua Dima? Unë e mirë, ftoft qa dush, po ja kalum disi. Ngeli pik që s'kisha një qese për të rëshqitur nga t'i lartë. Po besoj që deri më vonë velon do të gjejmë një qese dhe do ta plotësojmë dëshirën të lëshojmë. Po s'kishim kohë gjatë kohës që bënim reportazhin, se pastaj ne do gjejmë qese për Instagram. Po me që tani mbyllëm këtë. Po besoj që duhet të marrim ndonjë çorape ose diçka të tillë që të mbajmë dorët e ngrohta. Ai do të fuzë Do çorape. na bien. Bëjmë gazi botës. Do t'ja marrim të dorashkat mugit. Na japësh dorashkat mugit? Mos hajdeni si ne pa dorashka. Kjo është shumë me rëndësi, sepse ne thjesht erdhëm këtu për xhirime, pa bërë një plan adekuat se si do ishim të veshur, sa i përket veshjes, sepse planin e kishim për të bërë reklam mbi Prevallën, se për çfarë shërben dhe çfarë mund të shfrytëzojnë njerëzit, sa i përket vetive shërruese dhe kushtet që ka Prevalla. Besoj që u kënaqem dhe po kënaqemi se të vazhdojmë të jemi këtu edhe sot dhe ja vlen të vizitohet. Për më tepër, kjo ishte sa i përket pjesës livadit tu, ku bashkohen 3 rrymat më shumë, po që e përmendet më herët Ekzoni, 3 rrymat janë këtë pjesë Prevallës komplet, sepse nuk ka, siç tha Ekzoni, një pikë të vogël e cila bën mbledhjen e 3 rrymave, po si zonë i kap 3 rrymat. Kjo sa i përket edhe livadit në Prevallë. Për më tepër detaj ju do të vini dhe ta vizitoni vetë dhe të vërtetoni për gjitha këto që i folëm. Shpëtim, ke diçka për shtuar në fund? Kisha mi thonë që mu këtë tjetër e ku të vim, le ti merë ma shumë dorëza, jo veç vetët. Atër faleminderit Djema, këto e mbyllim këtë incizim mbi